Merr fund operacioni në Fusharrës, dorëzohen 2 personat e ngujuar në banesë. Pas 6 orësh negociata, 2 personat e armatosur që qëndronin të izoluar në një banesë të braktisur në fshatin Orosh të Fusharrëzit, 24 vjeçari Julian Çumraku dhe 34 vjeçari Arben Nuka kanë pranuar të dorëzohen. Negociatat e vazhdueshme të policisë kanë dhënë rezultat. Pas përpjekjeve më të hershme me vëllain dhe më pas me motrën e njërit prej të izoluarve të armatosur, forcat e rendit kanë arritur t'i bindin ata të dalin nga banesa. Arben Uka dhe Julian Çumraku mendohet se kanë qenë më parë në Siri dhe i përkasin organizatave terroriste. 34 vjeçari Arben Uka, i njohur edhe si Hamza Uka, sipas informacioneve, ka qenë edhe komando në ushtrinë shqiptare. Ky i fundit më herët ka qenë në ndjekje nga antiterrori. 2 të rinj qëndronin të fshehur në këtë banesë prej 1 muaji. Njëri prej personave të armatosur është dëgjuar të thërras Allahu Ekber. Shtëpia ku fshieshin është në pronësi të Mohill Jakut, ndërsa njëri prej tyre raportohet të jetë nipi i tij.